Asë të tjera e funksionim tjetër e gazetar që ka qenë kaluar, po e dim, po du me thonë në pjedestal. Problemi është që, po e ngrit, natyrisht që puna të madhënon edhe të lavdon, puna jote do më hanë. Edhe ai si duket është ande, është kamet petrolve në këtë vend, për i djelve të mirë, ose grave të mirë, që i thëjmë na. Me integritet. S'ma merë me që edhe nështë që qaj prokuror bjen e shmeton komplet procesin zgjedhëror të Republikës tonë. Sepse unë pajtona që zgjedhje tjera nuk e besoj kur që kanë me guxu, po nëse që kotat funksionojnë që shdohet dhe dohet drejtësia që shdohet. Nuk besoj mo që dikush njëri ose njëri e rizikon vetën me 3 vjetë ose 5 vjetë burg për shkak mja bon dikujt një deputetit njënës për i partive ma shumë vota. Dhe kështu që nashtë po bjen që ky djallë e nashtë po regulohet ky proces për cilin na kemi pos lavdatat mlaja edhe ata që kanë vjedh atje këtu na po në televizor na kanë përqesh garan, kanë thonë që sa naiv janë që po menojnë që është gjithë shka po vizlon. Po, fatkeqësisht nuk po vizlon gjithë shka, po si do qoftë, me qenë se zgjedhjet janë njoft nga të gjitha partit, fitusit ju kanë njoft zgjedhjet, procesi nuk mund tutje mu këthym bapa. Po besoj që deputetet të cilët janë të involvum, po unë menoj që na duhet të jemi ferë dhe ta shohim, ta kemi parasysh prezumimin e pafajësis, po hetimet kanë me na kallëzu, kush ka dhonë pare, kush ka ushtu influencë, kush janë fëmi djemë, kush e rrit, ose shokt, ose kutadjune që kanë vjedh vota në favor të dikujt ose dikujt tjetër. Prandaj ata deputet besoj që edhe nëse nuk ju mirët mandati kanë me pos krytullt, gjatë këtë mandatit kanë me qenë të domtum në thjesht në moralin e qenëmit deputet. Për çka bjen tani kjo, se ju gjithë për kërkoni... Dhe ma mira për i kësoj do doj që këta deputet me u të heqë. Ma mira do të ishte, unë veç po kërkoj një akt moral individual, cilin jo që e bojnë në vendin tonë, se do heqë që se di, për më duket, një minister i branshëm i Kosovës, një Fatmire Gjepi do heqja fundit për i postit për shkak përgjegjësisë morale mbi gjitha, ka qenë gjatë protestave të mosit 2004. Edhe njëherë Bujar Bukushi, tashmoj ndjerë, e ka përzullu postin e ministrit, sepse ka qenë në nëhetime, nuk ka dhonë do heqje, po me gjithat e ka ngri që shme thonë postin publik,